Përshëndetje të nderuar shikues, këto janë lajmet e orës 12. Bisedime rreth zhvillimeve politike, bashkëpunimit ndër parlamentarët ekonomik dhe tregtar midis Kosovës e Britanisë së Madhe janë zhvilluar në takimin e kryeparlamentarit Gleu Konjufca dhe deputetit të Parlamentit britanik Martin Vickers. Konjufca ka pritur sot në takim deputetin i cili njëherësh është i dërguar i kryeministrit për tregti në Ballkanin Perëndimor. Vickers, sipas njoftimit nga zyra e Kuvendit të Kosovës, ka konfirmuar vazhdimin e mbështetjes së Mbretërisë së Bashkuar për Kosovën, si dhe përkushtimin për intensifikimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Ndërsa Konjufca ka shprehur vlerësimin për mbështetjen britanike në të gjitha etapat e shtetëndërtimit të Kosovës. Kreu i PSD-s Dardan Molliçaj është konfrontuar me kryetarin e bordit të zërejës Ymerës Vejsullahu, teksa i ka kërkuar që ta publikojë vendimin rreth rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Aktivistët e Partisë Socialdemokrate kanë hyrë në ambientet e zyrës së rregullatorit të energjisë dhe po insistojnë se nuk do t'i lëshojnë deri në publikimin e këtij vendimi. Me këtë rast, Molliçaj dhe anëtarët e tjerë kanë drejtuar pyetje të njëpasnjëshme ndaj zërejës rreth çmimeve të faturave, ndërsa kanë quajtur mashtrues kryetarin e bordit. Njëra prej pyetjeve që Molliçaj ja ka drejtuar Fejzullahut ishte se sa është subvencionimi i qeverisë. E lidhur me propozim rezolutën rreth vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për shtrenjtimin e rrymës është duke diskutuar aktualisht Kryesia e Kuvendit të Kosovës. Në renditje të mbledhjes, përveç kësaj është caktuar të jetë edhe shqyrtimi i parë i projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit mbi financimin e subjekteve politike. Pritet që të bëhet edhe emërimi i kryesuesit dhe i anëtarëve të komisionit të auditimit të kostit. Ndërkaq do të shqyrtohet edhe projektligji për ratifikimin e marrëveshjes për ndihmë të ndërsjellë juridike rreth çështjeve civile midis qeverisë së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë së Veriut. Ish-ministri i punëve të jashtme Skënder Hyjseni e ka cilësuar politikën e jashtme të vendit si të dështuar dhe si fajtorët kryesor. Për këtë i ka mbajtur presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe ministren e jashtme Donika Gërvalla. Këto tri institucione ai për më tepër i ka quajtur anemike, ndërsa ka thënë se Osmani, Kurti e Gërvalla Kosovën para botës po e paraqesin si vend të korruptuar e të krimit. Duke folur rreth asociacionit të komunave me shumicë serbe, ai ka thënë se statuti i tij duhet të bëhet nga ekspertët ashtu që të mos ndërhyjë në asnjë nivel të qeverisjes në Kosovë. Hyjseni ka theksuar se marrëveshjet që nuk janë zbatuar nuk duhet të jenë pjesë e pakos së përgjithshme të një marrëveshje Kosovë-Serbi. E për përfshirjen amerikane rreth dialogut dhe kërkesën për themelimin e asociacionit, Hyjseni ka vlerësuar se nuk duhet të quhet presion. Policia në Albuquerque të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka arrestuar një burr që dyshohet për therrjen me thik të 11 personave të vendeve të ndryshme të qytetit. Autoritetet kanë bërë të ditur se sulmet kanë lënë të lënduar rënd 2 persona. I dyshuari sipas autoriteteve ngiste biçikletë dhe ishte i armatosur me një thik të madhe. Policia ka bërë të ditur se kur policët mbërritën në vendin e parë të sulmit, kanë gjetur viktima të shumta të therrjes me thik. Raportime për sulme të ngjashme ka pasur më pas edhe në lokasione të tjera. Sulmi i tretë raportohet se ka ndodhur përpara një ndërtese banimi, derisa i katërti në një zonë në afërsi, me që rast një person është therrur në qafë. Të gjithë të lënduarit janë dërguar për trajtim në spital, ndërsa gjendja e tyre është konfirmuar të jetë stabile. Zëdhënësi i policisë Gilbert Gallegos ka bërë të ditur se therrjet me thik dukeshin të ishin rastësore. Kaq kishim për këtë edicion, të nderuar shikues, ju faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.